forcën tonë mundin e gjithë jetës, sa më arrogant bëhen policët dhe sa më dhunshëm. A ishe drejt jo as pak. Ne do të bëjmë gjithë bashkë dhe të njëjtën forcë që ata përdorin, ne do të përdorim ndaj tyre. Duke u bërë bashkë, duke larguar çdo zemrim njëri tjetrin. Të mos përdorim më thirrjet, jo politik. Po, me politik bëhet kjo gjë. Sepse ata me parti na vjedhin, nëpërmjet politikës po na vjedhin. A është partia e Rama? Po. A është partia socialiste? Po. Kryeministri Rama është kryetari i Partisë Socialiste pa mandat? Po. Ka 20 vjet që man pen Partia Socialiste. Pra nëpërmjet politikës na vjedhin. Me politikë dhe ne bashkë, çdo parti, çdo individ, çdo aktivist, çdo shqiptar, për drejtat tona, për tonën tonë. Mos heshni duke pa banorët e Rjollit, banorët e Durrësit, se nesër do bim mbi pronat tona. Kam dhe thirrje për ju patronazhi se bëni komente, mirë jo bëjnë. Mos u bëni pa në krimin. Do jeni ju të parët që ata një ditë do t'ja shembin. E Rama pret ata që i duan më fort. Sot e votojnë, nesër ju shem shpinë. Si shbërin thep, si shpo bën Rjoll, si shpo bën Durrës, duke i dhënë metri katror Shesharak. Aq metra katror Durrës e di gjithë sa shitet. E di shumë mirë se edhe çmimi i referencës varion të 800 euro. Por banorët e Durrësit thonë që është më poshtë se 800 euro. Ka banorë që kanë marrë vetëm 170 euro metrin katror në mes të bulevardit e Bidam. Jo, ky shtet që rrugët ja jep koncesionarit me miliarda euro, 1 kilometër rrugë Tiranë ka bën 22 milion euro dhe banorëve të Durrësit autokton ju jep 1 metër katror, saq ju bën një drejk në Volga, kryetarët bashkisë, kryetarët e IMT-s, nën drejtorit e kushdo që han e pin në Volga, drejtorët e policisë që bëjnë palë me krimin, aq lek sa dhe 1 metër katror si dëshpërdim i shtetit shqiptar, aq vlen një drejk e drejtorëve të policisë që dhunojnë protestuesit. Dal dhunë. Si shpa dhe Zorina, fund gjithë kryeministria, sepse ky projekt është me VKM nga kryeministri dhe ai i thur gjithë planet djallëzore kundër popullit vet. Faleminderit që keni ardhur banorët e Durrësit, të Rjollit, e të gjitha vendeve të bashkona e ta arrezojmë këtë shtet, se ne po na vjedhin tokat, po na mysin rinin tonë, se janë gjithë të hapun anë botës. Ju lutemi vetëm në drejtësi këtë shtet, se kemi arë para këtij parlamentit këtu. Na hapin një drejtësi, ju lutem, dini e na jepni një shpjegim. Mos bën atë që se bën kush. Ju lutem na jeni në ndjell të gjithë bashkë dhe nuk e lëshojmë këtë vend. Pa na dhënë një drejtësi. Nuk e lëshojmë, ju lutna, dini dhe na jepni drejtësi. Para gjithë këtyre banorëve që janë këtu. Se kemi një problem shumë të madh. Faleminderit. Se kam shumë emocione. Përveç banorëve të Rjollit edhe Durrësit, kemi sot me ne edhe një grup nga Lezhë. Kanë edhe këta 20 që protestojnë sepse në mes qytetit na kanë vendosur një fabrikë që e ndot vendin. Ndër banorët do të thojë diçka.